varet se si e gjykata të pretenzën, se mund të marrësh rrogë... 3 muaj, 4 muaj, 1 vit, 2 vjet. është në varësi të periudhës që ke qenë punë, dhe edhe 3 vjet. Po mund të kërkosh edhe... Të gjitha këto janë lekët tona, që paguen. Po ka edhe gjithë dëme tjera. Paguet ai që s'është punë, paguet ai që merret punë. Tani, mund të ketë, për shembull një njeri që mund të ankohet edhe që s'ka bërë lejen e zakonshme. Gjatë viteve që ka qenë punë. Sepse ka drejt dhe në 3 vjet, me kodin e punës tani dhe në 3 vjet ka drejt kërkoj detyrimet e pra, merë dhe lekët e lejes zakonshme, po i merë neto. Po pse se ndryshon? Ose për shembull, ka organizata... Ri pak tu, ku shteti ka gjetur gjdo yçkël që biznesit mos fitoj as centezimën, përse këtë gjë ai nuk e rregullon, pra hikën leku lum këtej, ndërkohë që biznesin i marrin dhe atë kacidhen e fundit që ai mund fitoj. E mbani mend kur... Pse nuk e bën këtë ndryshim? E mbani mend kur erdhën për herë të parë në pushtet, ç'a thanë për biznesin? Ç'a thanë? Biznesi tha, biznesmenët e Shqipërisë tha, ne do t'i bëjmë tha, që të marrin tha një rrogë të mirë. Një rrogë të mirë, a? E mbani mend të fjali që e ka thënë në parlament? Po kjo pas ka qenë vdekje prurë, sepse thua ti. Po unë e përmenda që të nesmen, thash, ky muhabet nuk funksionon. Në momenti që kryeministri del në televizor dhe thot, në mandatin tim, biznesmenët do marrin një rrogë të mirë, është komunizëm. Po tjetër. Po, okay.